Dhe pasi gjeta mundësinë me bo letrat, rash dakord dhe me ishte dashurën. Edhe ajo e miratoi, po ajo nuk dite që ne do të qëndroshim në shtëpi, se kështu ishin proceset. Këto të home office. Duhet jetojnë me një Do të shtëpi. qëndronim në një shtëpi me këtë gocën polake. Ai, me një polake. Çega polake. Po mirë, domethënë ti do bëje letrat me këtë e dashura e dinte, po thua, por ajo nuk dinte që ti do jetoje. Jam dakord. Po nuk kisha si me ja tregu se si ti Kush të lë? me një krevat në atë. S'mlenin. Kush të lë? Po me një krevat nuk të detyron në shteti që të bën letrat. Sepse këto janë rregullat e home office, quhet këtu. Çfarë rregullash më qafsh na shoj që Që kurzin. do të vinë, do të shohin, merren me detajet më të vogla, që ke lavatriçja, keni të njëjtat rroba bash. Po mund flihen divan. Sa diti për këtë gocën, historinë e saj, lloj gjërash. Ore se s'mdele keq, pse s'fleshen divan ti? Herë në kohët e para në divan fleja, pastaj Se si të rëshkiti. Dosha ta njifshe më mirë këtë gocën, mos boshin ai pyetje specifike. A ka një shan kofë si egli gjestit? Gocë e re, nuk është se ishte kështu. Nuk ishte mami polake, domethënë. Jo, nuk ishte si shejton. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni? Nëse nuk e keni bërë akoma subscribe në YouTube, andale urgjent tani.